Mirë se erdhët në trajnimin e biznesit ndryshon lojën për gjithmonë. Nuk e di, Melo, sa kohë kemi që bëjmë këtë? Ky është sezoni i 4, është sezoni i 4 që unë bëj. Nëse je këtu live, dua të them diçka që shumë kush harron të ta thotë. Urime që zgjodhet jesh këtu. Të gjithë neve duam sukses. Po kur vjen puna për t'u angazhuar, shumë pak veta janë të angazhuar. Kështu që a jeti një person i angazhuar? Më jep një thumbs up nëse je person i angazhuar për suksesin. Thumbs up? Yes? Great. Kjo tregon diçka për ty. Ti nuk je si shumica, sepse shumica çfarë bëjnë? Presin, ja fusin gjumit. Kurse ti ndërkohë vepron për të pasur sukses. Tani përpara se ta nis, dua të ndjej pak energjinë tënde sot. Deri tani jemi në 8 vende të botës, 8 vende të botës. Dhe lajmi i mirë është që vendet në të cilët ne jemi janë kryesisht në Europë dhe në Shqipëri, dhe janë vende të cilat janë shqipfolës nga të gjitha trevat. Dhe mënyra më e mirë mundshme për të bërë biznes është biznes me njëri tjetrin, por biznes dhe ndërkombëtar. Do thosh ti shikoj eri sa u merre me Tiranën, ç'pun kam unë me atë tjetrin. Shiko, kur flet me atë nga Shkupi, nga Gjilani, nga Milano, nga Zvicra, nga Londra, nga Izraeli, ti të hapet pak ajo perspektiva, të ke një perspektivë tjetër. E ti thua, se problemet e biznesit që kanë njësoj? Se, do me thënë edhe ky nga Zvicra, edhe unë nga Tirana, të dy të njëjtin problem kemi, edhe pse nuk njihemi dhe kemi problem bizneset të ndryshme? Po, sepse biznesi është njësoj kudo. Sfidat e tua nuk janë sfida unike, por janë sfida biznesi, të cilat për një periudhë kohe janë, por nuk është se i ke vetëm ti, po janë globale, i kanë të gjithë. Okej? Good. Tani, me çfarë merret biznesi yt ose çfarë bën ti? Mund ta shkruash shkurt në chat çfarë bën biznesi yt? Dua që ta kemi interaktive këtë gjën. Tregti, po pra, me grila i thot Irvani, shumë bukur, me grila. Okej. Tregti, çfarë tregtie, çfarë tregton, çfarë shet? Okej, doni ta mbani sekrete, qendër estetike, gjuhë të huaja, suplemente bimore, nice, kozmetik, distributor kozmetike që në 2006, shërbim shëndetësor. Florida i merre ose çfarë? Më kisha ime? Florida vjen në çdo trajnim timin, por nuk e hap asnjëherë kamerën. Punoj online me Snapin. Po, Sara Prendi, kemi një trajnim pas nesër dedikuar vetëm për Snapin, Great, Sara. Kur Sara ta shoh pak? Yes, amazing. Juve jeni super ekip. Pash shitjet juaja, është me Erisën krye jeni shumë të mirë. Londra për fëmijë, real estate, tash edhe real estate edhe Snap, po do t'i shohim të gjëra. Good. Atëherë, unë dua të di se me kë janë kush janë lojtarët sot, të cilët duan të ndryshojnë lojën për gjithmonë. Okej? Ecim, Melo? Ecim? Atëherë, gjithë qëllimi im është e tillë. Do përpiqem që shëmbujt unë t'i jap me fushën tënde të biznesit. Okej? Në këtë trajnim biznesi sot për ata që qëndrojnë deri në fund, do përfitojnë nga mundësia e një dhurate që nuk është për publikun e gjerë. Një dhuratë të cilën unë e kam vendosur vetëm për ata të cilët qëndrojnë deri në fund, trajnimi do zgjasë vetëm 30 minuta, jo më tepër, dhe pastaj do bëjmë pyetje përgjigje për juve. Okej? Dhe dhurata konsiston për një biznes që ka për një analizë biznesi ose në rastin e personave të cilët janë me bonuse, ne do bëjmë një analizë karriere. Pra, shikojmë cilat janë mundësitë që ti të zgjerosh të ardhurën e tua. Kështu që dëgjoj me vëmendje dhe qëndro deri në fund të trajnimit. Unë do të ofroj mundësinë për një takim biznesi one-to-one me mua në Zoom, ku do të analizojmë biznesin tënd, karrierën tënde dhe të identifikojmë hapat e parë konkret. Ky trajnim nuk është një trajnim motivues, nuk është kështu bisedë kafe. No, ky është një diagnostifikim i ftohtë, i qartë dhe i sinqert i biznesit tënd. Kur flas për biznesin tënd, i të ardhurave të tua, Dhe kur flasim për të ardhurat e tua, flasim për mënyrën se si ti ndryshon jetën, se si ti kalon jetën. Sa nga juve do kishin biznesin, atë jetën ndryshe, në qoftë se biznesi i tyre, të ardhurat e tyre do kishin 1-0 më tepër. Shkruaj unë.
nëse biznesi, nëse jeta jote do të ishte ndryshe, po ishte një biznes me një zero më shumë. A do ishte ndryshe? Patjetër. Ne jemi në një sistem financiar shumë eksakt. Pra jemi në një lloj sistemi financiar që puna jon, jeta jon, miqtë tanë me kërrin, shtëpia në të cilën neve jetojmë, pushimet që bëjmë, makinën që ngasim, janë të gjitha të kushtëzuara nga niveli të ardhrave që gjenerojnë. Pra, ky biznesi nuk është një lojë kështu, hajde biznes, po është jetese, stil jetese. Kështu që në këtë lloj momenti neve themi që keni kujdes me kë bëni biznes, dhe kujdes se si e luani lojën, sepse kjo përcakton shumë gjëra të tjera. Janë disa që thonë, shiko se parat s'ka rëndësi sepse unë kam familjen kryesore. Po, nëse ti ke familjen kryesore, atëherë ti ke një kauzë të fortë që ti duhet të rrisësh të ardhurat aty ndër. Në mënyrë që ti të shërbesh më mirë familjes. Janë disa që thonë, po shiko se unë kam ato fëmijët e vegjël edhe kjo është një kauzë shumë e fortë për të cilën ti duhet punosh shumë fort për të rritur të ardhurat në mënyrë që ti jesh për fëmijën e vogël apo nëse je krye familjar. Pra, kur flasim për biznes, flasim për jetë, nuk flasim për diçka, është mirë ta kesh. Është mirë që të kish ai zero më shumë, po s'ka problem, domethënë edhe kështu jam në rregull. No. Atëherë, për kë është ky trajnim sot? Ky është për ata persona që ja e pronar biznesin. Dhe ke një problem sepse të duhet, pra tham ç'është pronari i biznesit, kur ti paguhesh me bonuse ose kur ke njerëz në varësi, Ky është pronari i biznesit. Dhe nëse ti të duket sikur je gjithmonë në lëvizje, por nuk po shkon askund. Ke shumë xhiro, ke shumë klient, por në fund të muajit nuk mbetet asgjë për ty. Fitimi është pothuajse fare minimal. Nganjëherë unë shoh kur bëj analiza biznesi, shoh që këto fitojnë aq pak sa se ja vlen fare me qyt vetëm biznes, po më mirë puno në një punë të cilën ti jep të ardhra, pra shfrytëzo biznesin dikujt tjetër, në mënyrë që ti të gjenerosh po të një sasi parash, po të lodhësh më pak. Në qoftë se çdo ditë është një emergjencë e re, është një problem i ri, ti do të shuar zjarr, problem tjetër, problem tjetër. Çdo vendim kalon nga ty dhe çdo klient të kërkon ty. Çdo gjë varet nga ty. Ti je komplet kështu, all in one, multitask. Ti i bën gjitha. Ti lodhesh, dilesh dhe mendon, shiko. Nëse unë vazhdoj kështu, nuk do vazhdoj gjatë, nuk mundem gjatë. Kështu që në vend të ndërtosh një biznes që punon për ty, ti e bën robi një pune që nuk pushon kurrë. Thellë ti e di. Kështu nuk mund vazhdoj dot për gjithmonë. Ky trajnim është për ty nëse ti je një freelancer. Kemi këto vajzat që janë online. Është një punë shumë e mirë online, nga komoditeti i shtëpisë tënde, ti mund të bësh telefonata, edhe mund të bësh takime në Zoom, edhe mund të bësh shitje shumë mirë dhe biznes shumë mirë. Unë jam një person i cili e dashuroj punën online. Biznesi im, konsulentat e biznesit tim janë ndërtuar online. Kur flasim për biznesin 6 shifra, 7 shifra, neve kemi konsulenca të cilat bëjmë online. Po pse i bëjmë online? Po rreth pas s'ka kohë, të vinë njerëzit transportin, dhe dyta që është më kryesore është vetëm mundësi se si unë mund të bëj scale, unë mund të gjej klientët e mi aty ku kanë nevojë, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, në Itali, në Zvicër, në Gjermani. Nëse unë do isha lokal, unë do isha shumë i kushtizuar. Kështu që juve që punoni online, kjo është një mundësi shumë e mirë për juve. Është një mundësi jashtëzakonisht shumë efikase, pra se sistemin e ke të saktë. Nëse se ti ke këto probleme, e para lodhesh duke shitur orët e tua të punës ditë pas dite, shumë klientë dhe ti e thjesht që ekzekuton urdhra. Apo çdo muaj ti e fillon nga zero, pas sistem, pas siguri, vetëm stres. Inshallah po më shkruan njëri në Instagram, inshallah po më shkruan njëri në telefon, o zoti i madh, dhe ke problem serioz me pjesën e lead generation, pra të gjesh klient. E diti që ke talent, je një ekspert shumë i mirë, për shumë Florida është mikesha ime shumë e mirë, është mjeke e jashtëzakonshme, po Florida është një eksperte shumë e mirë e fushës, por nuk ka lidhje me sistemin, me strukturën, me modelin e biznesit. Ajo është një eksperte shumë e mirë, është një doktoreshte e jashtëzakonshme, po a mjafton kjo për biznesin? Në qoftë se kjo do mjaftonte për biznesin, pra produkti yt ose shërbimi yt do ishte ekselent, McDonald's nuk do ekzistonte si kompani, McDonald's. Pra, nuk po flasim që produkti është i mirë apo është i keq. Produkti patjetër që është shumë i mirë. Problemi është si ta bësh biznes, si ta kthesh në një lloj sistemi ku njerëzit të vinë dhe të kërkojnë ty dhe të blejnë ty. Ky është problem.
Kështu që për të gjithë juve që jeni ekspert shumë mirë të fushës, si Florida ose mund kemi një inxhinier këtu, një arkitekt, designer, ky është problemi numër 1 që nëse e has, ky tani është për ty. Okej, nëse deri tani diçka të përshkroj, atëherë jemi në vendin e duhur. Nga këto që unë fola, nëse mendoni që është për juve, të lutem shtypnish. Nëse nuk është për juve, shtypni dysh. Deri tani nuk përmenda rastin tuaj, shtypni dysh. Nëse deri tani përmenda rastin tuaj, shtypnish. Nish. Great. Okej, cool. Më pëlqen që ta kemi interaktivitet bashkë diskutimi. Okej. E rëndësishme kush është? E rëndësishme është që neve po flasim për një mundësi bashkëpunimi në lidhje me vlerë tek biznesi yt. Çfarë do të thonë vlerë tek biznesi yt? Pjesa më e madhe e njerëzve thonë shiko se okej, çdo gjë funksionon, po shiko se biznesi im është ndryshe. Ule pak, hes pak. Biznesi im është ndryshe. Ani sot do më thosh tre të vërteta që shumica nuk kanë guxim të thonë kur vjen puna tek rritja reale e biznesit. E para, si të dalësh nga loja old school e biznesit dhe të slirohesh nga mendimet e vjetruara që të mbajnë në vend. Se shiko, Eri, unë nuk jam tipi, Eri, nuk jam tipi, kjo nuk funksionon për mua, kjo biznesi im, kjo industria ime, kaqka, nuk është më. No. E para këtë do të thosh. E dyta, dallimi ndërmjet punës së fortë edhe ndërtimit me strukturë. Vetëm struktura të çon në rritje dhe në liri të qëndrueshme. Pse strategjia pa aftësi biznesi është humbje kohe? Po mirë, po çfarë do Ferrari kur nuk di të japësh dot? Nuk ke çdo. Dhe e treta, si ndikon shitja drejt për drejt me lirinë tënde financiare dhe me ndikimin tënd në treg. Pak më përpara folja për Floridën, mikeshën time, e cila është një eksperte shumë e mirë e fushës, është një doktore shumë e mirë, por nuk mjafton. Të duhet një sistem biznesi në mënyrë që njerëzit të njohin dhe të blejnë, ti ti ndihmosh të tjerë. Në fund të këtij trajnimi do ndaj diçka ekskluzive, jo për gjithë, por për ata që duan një bashkëpunim, pra një suport, duan ta çojnë nivelin e tyre që janë serioz për karrierën dhe biznesin e tyre dhe kërkojnë ndihmë. Eri, shiko, më pëlqeu kjo kauza që kisha kapur, mbase mund të ndihmosh në një nivel tjetër. Dhe po, në fund të këtij trajnimi neve mund ta kemi këtë mundësi bashkë. Për ata që duan, jo vetëm thjesht njohuri, por ata që duan më tepër zbatim, më tepër aftësi biznesi, më tepër know-how, çfarë bëj nesër. Okej, folëm sot, po nesër çfarë bëj. Kush ka qenë më përpara në trajnime biznesi të ndryshme? Shtypni 1. Nëse nuk keni qenë më përpara në trajnim, ky është trajnimi i parë në jetën tuaj, shtypni 2. Pra keni qenë më përpara në trajnime biznesi? Po thot Sara, nish, dysh, s'keni qenë mirë. Okej, good. Oh, Merilda. Nice. Kush? Okej, dysh, nish. Atëherë, kush ka qenë më përpara në trajnimin biznesi e ka kuptuar që ti bën trajnimin e biznesit? Ecën mirë, por kur vjen puna ose lexon një libër të mirë, biznesi, kur vjen puna për ta zbatuar, nges pak, edhe është çike e vështirë kjo punë. Atëherë, filloj pa humbur kohë me kuicin numër 1. Sa përqind e bizneseve të vogla dhe të mesme nuk kanë asnjë plan rritjeje? 20%, 35%, 60% apo 10%. Kush nuk ka plan rritje? Sa përqind nuk kanë plan rritje? Nice. Yes. Wow, fantastike. Dhe 60% e pronarëve të bizneseve të vogla dhe të mesme veprojnë vetëm në bazën e nevojës ditore. Por çfarë bëj tash? Dhe nuk kanë një plan të strukturuar. Tash kur 60% e bizneseve nuk kanë një plan rritje, nuk është çudi që shumica ndihen të ngecur. Pa një plan, çdo ditë bëhet një zjarr për të shuar. Jo thjesht drejt një vizioni, por hajt më ta heqim, ta shtyp. Shkojmë te kuizi 2. Sa përqind e bizneseve mbijetojnë 5 vitet e para? Ore, po ti tregon këtë? Okej. Kuizi 2. Sa mbijetojnë 5 vitet e para? 97%, 10% apo 50%? 10%. 10. Ore, ja tregon ti këtyre, se ka një gjë që shkon.
Shumë mirë, amazing. Pra 10%, hey Ermal, mirë se erdhe Ermal. 10% e bizneseve arrin të mbjetojnë 5 vitet e para. Ani, kjo statistikë tregon se të dalësh nga grupi i vogël dhe të shkosh në një ligë tjetër, kërkon strategji dhe strukturë, jo thjesht punë të lodhshme. Hajde, puno më shumë, lodhë më shumë. No, kërkon një lojë ndryshe, një strategji ndryshe. Okej? Po bëj dhe i pyetje tjetër. Pyetja numër 3 dhe e fundit. Çfarë e pengon realisht një biznes të rritet? Nuk ka ide të reja, nuk ka fonde të mjaftueshme, nuk ka sa klient sa duhet. Pra nuk ka aq shumë klient sa i nevojitet. A, B apo C? Kemi dhe D. Mentaliteti që ky lloj biznesi kaq ka, mos mund shkojmë më lart. A, C, D. Ermali sa thot Aja. Të gjitha bashkë. Okej, kush tha D është superstar. Yes. D, bravo Merilda, duket grupi jon. Kush Merilda e ka kamerën? Hello Merilda. Hey! Yes, perfect. Tani, shumë pronar bizneses nuk pengohen nga mungesa e mundësive. Mundësit janë aty. Por kanë një mentalitet. Kaq është biznesi. Ka një tavan mendor. Kaq ka biznesi. Dhe kjo është një nga gënjeshtrat më të mëdha që dëgjoj çdo javë. Kur takoj klient. Është e tmerrshme. Nuk është mungesa e ideve, as fondet, as klientët. Është ajo korniza mendore që çiko, kaq ka. Kaq mundem unë. Kaq është e mundur për mua. Por e vërteta është kjo, nuk është biznesi yt që ka arritur limitin, por mënyra se si e sheh dhe po si e strukturon atë. Tani mendo pak, si do të duke jeta jote nëse do të zgjohesh në mëngjes pa stresin e faturave. Pa atë ndjesinë që po të ndjek koha nga pra. Dhe me bindjen e plotë se ti po ndërton diçka që ecën edhe pa ty. Ishte jetë ëndrash, apo jo Florida? Thot Sara. Si do të duke jeta jote nëse çdo gjë funksionon sipas planit. Ti bën biznes sipas termave të tu. Kujdes. E zgjedh ti klientin me këtë dëshiron të punosh dhe mënyrën si të punosh. Ke një ekip që të mban peshën, sistemet që punojnë dhe klientë që vinë pa ty, do të thënë vinë tek ty pa stres, pa u stresu. Vinë vetë klientët, nuk i shkon ti klientët. Nuk shkon ti, të lutem zotëri, bleje produktin tim sepse produkti im është më i miri, më i bukur dhe më i liri. No, nuk funksionon. Si do ishte jeta jote nëse të ardhurat rriten, por ora e punës ngushtohet. Sa orë punoni në ditë? Mund ta shkruani në chat sa orë punoni në ditë? Ermali e di, 14 orë. E di se Ermali është biznes old school për momentin. Shumë. Orë, sa orë? 12 orë. Okej, 12 orë. 8 orë, 5 orë online, 12 orë. Hey, është shumë. Imagjino tani, nga 12 orë që ti punon, okej, pas ka dhe nga 5. Nga 12 orë që ti punon, ti të punosh 5 orë, edhe të ardhurat ti ke, nuk po them tritën, po të kesh histori. Si do ishte jeta jote? Po flas shumë gjëra ndërtimtare. Ti nuk merresh me atë që neve i themi mikromenaxhimin. Nuk je ai operativi që vrapon mas çdo klienti mas detajeve. Ti ke goxha kohë për të kaluar me fëmijët, ke goxha kohë për të kaluar me partnerin, me udhëtimet, edhe je totalisht i relaksuar. Çdo vendim që merr është i bazuar në një strategji, në një plan pune, jo kështu në panik. Jetë ëndrash. Pra ky është versioni yt i të ardhmës. Prandaj pak më përpara ju thash që në fillim që neve jemi të lidhur ngushtësi, stilin e jetese kemi nga biznesi që bëjmë. Mund bëjmë një biznes që fiton shumë të ardhura, po bëjmë një jetë stresuese, stresante, gjatë gjithë kohës në panik, gjatë gjithë kohës në atje dhe kur s'kesh netin që do këto tjerat, ose mund të bësh këtë versioni që neve folim këtu. Dhe themi, unë mund të kem biznes sipas termave të mi. Të gjithë neve mund të arrijmë, por kujdes, jo me mendësinë që na solli këtu. Si duket jeta jote, rruga jote, nëse s'ka asnjë ndryshim. Ti çdo muaj nis po nga e parë. Hajde inshallah zoti më po vini klient.
Ti gjithmonë ai që bën gjithçka. One man show. Everything, all in one, I bën ti gjitha. Rritja e xhiros nuk të sjell më ndjesi fitore. Ka ca këtu që leqi nuk e di sa shesin mirë, por nuk I sjell në fitore. Pse? Sepse fitimi ngjelet aty dhe ato vetëm thjesht xhirojnë vend, vetëm xhirojnë vend. Klientët shtohen, por edhe lodhja shtohet. Mbi ngarkesa kalon komplet tek ti. Unë kam shumë pronar biznesi që nuk kanë frikë se mos humbin. Po kanë frikë nga suksesi. Se thonë do më shtohen klientët, kush I kthe përgjigje atyre, kush I mban dot, se s'kam. Stafi nuk merr përgjegjësi dhe çdo vendim do të jesh ti patjetër. Siç e bë ti, ta bën njëri tjetër. Sa po mbylla porositë të Ermali. Po, Ermali ta dini juve çfarë biznesi bën Ermali, është dhe thosh ti pronar biznesi ky. Nuk je ti pronari I biznesi që ti kishe imagjinuar. Ti je një vetë punësuar në një skuadër që prek çdo gjë nga ty. Inshallah po na thot çfarë bën? Çfarë bën? Kjo nuk është skuadër. Kjo nuk është një mënyrë e mirë për të bërë biznes. Çdo fund muaj duket si një stres, ore inshallah do ja dal paguaj qera, inshallah do paguaj drita ato stafin. Ai zëri I brendshëm që thotë, ore shiko, unë kur e ndërtova këtë biznesin, ose kur ju futa kësaj loje, unë ju futa po jo që të më konsumonte kështu. Nëse nuk merr vendimin, kjo nuk do ndaloj, nuk është se do përmirësohet vetë. Rutina është ajo që nuk ndryshon. Në qoftë se ti vazhdon kështu, nuk do vinë në një shkop magjik, do zbresi diçka nga qielli dhe do ndryshohet vetë. No, të duhet diçka ndryshe. Këto janë dy realitetet. Dhe ndërmjet këtyre dy realiteteve qëndron një zgjedhje old schooling ose të ndryshoj lojën përgjithmonë. Dhe ajo fillon sot. Nëse unë mund të tregoj sot një mënyrë të thjeshtë praktike dhe të testuar për ta kthyer biznesin tënd nga një burim me stresi në një sistem që funksionon pa ty. A do më premtoje që do dalësh për pak minuta nga zona e atis për të parë këtë me një sy serioz? Nëse po, shkruaj në chat. Po, jam gati. Po, shkruaj vetëm po. Po. Good. Pra kemi njerëz të angazhuar, jo të interesuar, të angazhuar. Yes, amazing. Dhe nëse the po tani, do të tregoj disa njerëz si ty që ishin në të njëjtin vend ku je ti sot. Nuk kishin nevojë për më shumë informacione. Kujdes. Kishin nevojë për një qasje ndryshe, për një lojë ndryshe. Shiko pak Leonardin. Nuk e di, Melo, mund ta bëj dot share screen këtë? Atëherë, Leonardi është një pronar biznesi I fuqishëm. Vërtro? Po? Është okay? Duket Leonardi? Okay. Vërtro? Dëgjohet audio apo ta ngrej? A dëgjohet audio? Okej, nuk e di, dëgjohesh te volumi apo? Nëse dëgjohesh te volumi, shkruaj po. No, s'ka reagim. A dëgjohet mund apo jo? Ermal, a u dëgjua zëri? Jo, Okej.
Mirë, kemi dhe i vajzë tjetër, është Monika. Anyway, këto videot janë në YouTube, nëse dëshironi më na shkruani, unë do të lë numrin e telefonit në mënyrë që ti dëgjoni tamam. Gjithë çështja e si ishte si historia e Leonardit, ishte një biznesmen pak a shumë si Ermani, biznesmen shumë serioz, shumë i fortë, do thoshte o Eri ngela gjithë ditën punën. Dhe kishte një punë shumë të lodhshme, pa sistem dhe me shumë varësi nga vetja. Të gjithë stafi vareshte vetëm nga ai Leonardi çdo ditë. Tani sot ai ka kthyer biznesin në një strukturë që prodhon fitim, stabilitet dhe më shumë kohë të lirë. Jo sepse ndodhi një mrekullie, por thjesht ndryshuam lojën, bëm një strategji ndryshe. Tani nëse kjo ndodhi për Leonardin, a mund të ndodhi kjo edhe për biznesin tënd? Kemi Monin nga Dark Door Event. Monin, jo, nuk dëgjova. Okej, kemi Monin nga Dark Door Event, i cili kishte të njëjtin sistem. Ajo punonte, ishte një artiste e vërtet, edhe produkti i saj ishte 200 euro, 250 euro. Neve punuam bashkë në Closer Masterclass, punuam bashkë dhe ndryshuam mënyrën se ajo bënte biznes. Dhe Moni shkoi nga 200 euro, shkoi në 12.000 euro kontratë. Tani, kujdes, jo, nuk bëhet ajo, lutem lere. Moni nuk bëri diçka të jashtëzakonshme. Thjesht punoi fort, që unë do t'ju tregoj se si, dhe ishte shumë e lumtur për atë që bënte. Imagjino tani. Kemi një kontratë 200 euro, kemi dhe një kontratë 12.000 euro. Ku do motivohesh më shumë ti për të punuar? Duket shumë e bukur për që në vërtet. Kemi dhe Merildën këtu që Merildën kishte një situatë me Monin dhe gjithë çështja është vetëm tek ndryshimi i lojës. Ndryshimi i lojës. Tek ajo zero më shumë, eksakt Sara. Tek ajo zero më shumë. Okej? Dhe tani çështja është e tillë që kur flasim për ndryshimin e lojës, për strategjinë, nuk flasim për më shumë punë. Nuk flasim për më shumë, puno më shumë. No. Ne flasim për një lojë ndryshe. Kemi një lojë ndryshe dhe neve ndryshojmë timonin këto. Nuk funksionon me njohuri, bërë trajnim edhe funksionoi. No, kjo do një periudhë kohe të cilën neve të bashkëpunojmë bashkë në një formë one to one ose one to group me njëri tjetrin, në mënyrë që të ndjekim progresin tënd hap pas hapi. Hap pas hapi, jo thjesht gjëra të përgjithshme, por të specializuara për biznesin tënd. Ashtu siç po bëj tani me Ermalin, siç kam bërë me Merildën, edhe siç po punoj me Snapin, që po bëjmë një program të dedikuar. Okej? Jemi okej deri tani? Jepni një thumbs up? Ja vleti deri tani koha? Yes. Great. Po, yes. Amazing. Tani, në një moment jetës time, edhe se punoja 12-14 orë në ditë, ndihesha bosh. Jepja gjithçka, por rezultatet ishin totalisht minimale. As klientët e dur, as fitimin që më takonte, pas qetësia mendore. Lexoja pafund, ndiqja trajnime biznesi online, offline, ka investuar mijëra euro duke shkuar në trajnime. Ndiqja gjithë, Tony Robbins, Grant Cardone, Brian Tracy, të gjithë trajnerët e famshëm botror kudo. Europë, Itali, Angli, gjitha. Ndiqja me shumë pasion çdo informacion të ri, por shiheni pak të shembullit. Këtu kemi duart e pëthitura, okay? Tani, sa më shumë ndjes nuk dëgjosh shumë mirë, fillon këto? Dëgjon shumë mirë? Shiko, mund ta kesh ti fajin. Dëgjon, okay, yes. Tani, shihni pak të shembullin se kjo do ta fiksoni mirë. Duart janë të pëthitura. Tani, këto duart këtu janë çfarë di edhe çfarë bën. Okay? Çfarë di, çfarë bën. Edhe i ke pëthitura. Tani, kur ti fillon edhe shton njohurit, çfarë di, ti shton njohurit. Po, çfarë bën? Një po këtu. Dhe tani, ti shton njohurit, çfarë bën një po këtu. Dhe ky gepi nuk sjell në gëzim, po çfarë sjell? Sjell stres, sjell depresion, edhe ore, po di shumë gjona, po s'po vetë në zbatim. Dhe kjo ndodhi në jetën time. Unë nuk shija përparim, vetëm lodhje dhe konfuzion. Të tjerë flisnin për rritje, unë isha në rënje, sepse kisha këtë hendekun ndërmjet asaj që dija dhe asaj që bëja. Dhe ky hendek është shumë stresues. Më besoni, është shumë jashtëzakonisht stresues. Kur je këtu je në rregull, aq di aq bën.
Po kur kalon këtu ti kën truni fare. Derisa një ditë ndodhi goditja e fundit. Një telefonat nga banka që më njoftonte. Eri, nëse nuk paguaj e këstin e kredisë në afatën e përcaktuar, do të filloni procedurat ligjore për të marrë shtëpinë time. Këtu ishte totalisht fundi. Nuk bëj fjalë vetëm për të marrë shtëpinë kështu si pasuri, por shtëpinë e ëndrave, folen e familjes, ëndra gjithë aty. Atë natë vërtet që u thyeva psikologjikisht, emocionalisht. Për mua ishte totalisht fundi. Pas një ide si të dilja nga ajo spirale që më kishte përpirë. Dhe në atë gjendje, më shumë se për një zgjidhje, ore po kërkoja një shpëtim, një survival. Hello, kërkoja shpëtim. Nuk doja më njohuri të reja, por doja zbatim, doja strukturë, doja një rrugdalje që funksionon. Dhe atëherë bëra pyetjen që më ndryshoi lojën time për gjithmonë. Ore thash, si mund të dal nga kjo situatë të mërshme? Kush mund të më ndihmoj të dal nga kjo? Dhe kjo ishte pyetja finale. Fillova ta kërkoj për mënyrën më të shpejtë dhe më të mençur për të ndryshuar rrjetin e lojës, jo për të marrë më shumë teori, por doja diçka ndryshe. Dhe ashtu gjeta business coachin tim të parë. Ishte një coach high ticket me eksperiencë të jashtëzakonshme, dhe takimi me të ishte një pikë kthese për mua. Ai më tha një fjali që më mbeti në mendje. Eri, nuk të duhet njohuria e gjithë botës si biznesi yt të ketë sukses. Tani, në fillim unë ndjeva i fyer. Yes, Emanuela. Në fillim unë ndjeva i fyer. Edhe thash, ç'ishte kjo? Por ajo fjali më ndoqi si hije. Reflektova, e rilexova brenda vetes dhe vendosa të punoja me ta. Dhe aty filloi gjithçka të ndryshoj. Dhe sot, kjo është ajo që bëj për të tjerë. Ndihmoj pronarët e biznesit të dalin nga lodhja, nga konfuzioni dhe nga stresi. Ndihmoj pronarët e biznesit dhe ekspertët e fushës të ndërtojnë një biznes që punon për ta, jo një biznes që i djeg. Tani e di rrugën që të nxjerr prej ande. Po ndaj atë që do doja që dikush të ma kishte dhënë mua, shumë kohë përpara se të arrija deri aty. Po ndaj mënyrën time të lojës. Nëse je gati, neve mund ta luajmë bashkë. Por nuk është thjesht çështje personale, është edhe më e thellë se kaq. Kjo është një mision për mua, për jetën time. E bëj këtë sepse tregu ka shumë nevojë. Pronarët e biznesit kanë nevojë për më shumë se thjesht këshilla. Ata kanë nevojë për strukturë, kanë nevojë për strategji të zbatueshme, për njohuri të aplikueshme, dhe sidomos për closer të aftë në shitjet high ticket, që dinë të mbyllin marrëveshje të mëdha dhe mbi të gjitha të sjellin para në tavolinë. Po e përsëris edhe një herë, closers që dinë të shesin produktet shtrenjta dhe të sjellin para në tavolinë. Jo llafazan, por persona që i bëjnë gjërat të ndodhin. E bëj këtë sepse besoj se çdo biznes i drejtuar me pasion ka potencialin të kthehet në një burim lirie dhe ndikimi, jo në një burim stresi. Dhe ky është motivi pse unë vetë, që i vogël më ka pëlqyer edhe të mësoj thellë, të futem gjërave thellë, të kuptoj esencën edhe ta shpjegoj atë shkurt, të strukturoj mendimin dhe ta përcjell atë me një qartësi. Kam një pasion të lindur për të dhënë mësim. Dhe kur këtë pasion e bashkoj me përvojën time personale si pronar biznesi, atëherë këtu krijohet një fuqi e jashtëzakonshme për të ndihmuar të tjerët të shohin më qartë. Prandaj sot do të flasim konkretisht si të dalësh nga loja old school e biznesit dhe të shlirohesh nga mendimet e vjetruara që të mbajnë në vend. Mendimi që nuk jam tipi, kjo kaq ka industria, kaq funksionon për mua. Ka një diferencë të jashtëzakonshme ndërmjet punës së fortë dhe ndërtimit të strukturës. Dhe vetëm struktura të çon në liri dhe në rritje të qëndrueshme. Dhe e treta, shitja lidhet drejt për drejt me lirinë tënde dhe ndikimin në treg. Okej? Si të rikthesh besimin tek vetja, si të ndërtosh një identitet të ri, dhe kujdes, një identitet të ri profesional, nga që i bëj gjithçka vetë në ndërtues sistemi. Nuk është teori, është thjesht manuali që të ndajnë nga ata që punojnë shumë, nga ata që ndërtojnë pasuri. Okej? Ecim? Tani që e dim se çfarë do zbulosh nga ky trajnim, ja ku qëndron sekreti. Dhe po ta them trosh. Njohuria nuk do të ndryshojë biznesin apo karrierën tënde. Kjo nuk mjafton. Nuk do të sjellë një ndryshim të vërtetë. Pa hequr më parë një pengesë shumë të madhe, është një mur, muri më i madh, më i lartë, më i trashë që po të ndalon të ecësh përpara. Dhe këtë mur unë e quaj loja old school.
Prandaj le të futemi pak më në thelb të kësaj. Okej? Loja old school. Loja old school është mentaliteti yt i vjetër dhe mënyra e vjetër se si bën biznes apo karrierë. Sot do të vendosësh të vazhdosh të luash old school apo të luash lojën e re. Përgjithsisht biznesi ekziston një mënyrë të menduari që biznesi im kaq ka, nuk mund të rritet, sepse industria kaq funksionon, kjo që ndodhe mua, ekonomia është keq tani, kaq ka, nuk ka mundësi tjetër. Kaq është tavani të ardhurave të biznesit tim, nuk mund të shkoj dot më tepër, kaq është. Është e vërtet apo jo? A mendon dhe ti në të njëjtën mënyrë? Kaq është tavani, nuk mund të shkoj dot më tepër? Po apo jo? Si mendon? Jo. Yes, great. Pra, e para është që duhet të thym njerëz këtë mentalitetin e vjetër. Ky është një nga mentalitetet më të rrezikshme sepse tingëllon nuk quhet fare justifikim, po tingëllon si realitet. Ja, kjo është e vërteta. Kam 20 vjet në biznes, kaq është biznesi im, kaq ka, kam 20 vjet, lere, nuk funksionon më. Dhe realisht ata po thonë që shiko, unë nuk shoh një mënyrë tjetër. Prandaj po them, nuk është ky tavani i tregut. Ky është tavani yt mendor. Nëse ti thua biznesi im kaq ka, ti e mbyll, atë nuk kërkon më rritje, sepse je ti që po e ndalon. Ama ky nuk është realiteti, ky është një burg i ndërtuar nga mënyra se si ti mendon. Ja çfarë do të ndryshosh me njëherë. Nëse do të heqësh këtë mentalitet që të mban poshtë, mbaj shënim këto dhe në fund më thuaj nëse je dakord apo jo. E lëm kështu, okay? Ndalo së menduari si operator. 1. Lutem mbaj shënim. Ndalo së menduari si operator. Ermal iku? Ndalo së menduari si operator. Fillo të mendosh si arkitekt. Ti nuk e ndërtuar një biznes apo karrierë për të bërë gjithçka vetë. Ti nuk je makina, ti je inxhinieri që e bën makinën që makina të eci vetë. Okej? Pra, ndalo të menduari si operator. Ti nuk je biznesi yt. Ti e përdor biznesin si një makinë për të çuar në jetën e ëndrave, në plotësimin e dëshirave, në të tua financiare dhe jo vetëm. Biznesi yt është mjeti që synon të përdorësh për të realizuar ëndër, por ti nuk je biznesi yt. Okej? Ti nuk je biznesi yt. E dyta, mos lufto për çdo klient. Sara Prendi me ty e ka. Mos lufto për çdo klient. Ndërton një sistem që i tërheq ata. Sa kohë që ti lufton, do lodhesh, do bësh telef. Ndërto pozicionim që magnetizon, jo shitje që rras kapit. E treta, mos ja faturo më fajin tregut apo industrisë. Nuk është industria, nuk është tregu, është struktura që ti ke ngritur. Mentaliteti që ke ndërtuar në mendjen tënde. Ti je themeli çdo gjë, si thua, shiko se kjo makina ime nuk shkon dot më shumë se 60 km/h. Por në fakt, ti ke lënë këto frenat e dorës ngritur edhe s'është faji makinës, po është sistemi brenda që e pengon. Uli frenat e dorës edhe vazhdo rrugën lart. Okej? Makina ime nuk ecën dot më shumë. Thuaj, ore, çfarë pengon makinën time të ecë me shpejtësinë që unë dua? Si ndryshon artikulimi këtu? Kujdes, sepse kjo është shumë e rëndësishme, mbaj shënim, sepse këtë do ta zbulojmë bashkë kur ta analizojmë biznesin tënd në atë telefonat. Çfarë e pengon biznesin tim apo karrierën time të shpërthej dhe të arrijë rezultatet që dua? Të lutem mbaj shënim. Çfarë e pengon biznesin tim, karrierën time që të marr ato rezultate që unë dua? Okej? E katërta, zëvendëso fjalin biznesi im kaq ka me, që unë s'po jap biznesit tim mundësinë që biznesi im meriton. Sepse kjo është e vërteta. Dhe kush është ai më mirë? Ai më mirë është që kur problemi je ti, edhe zgjidhja je ti. Ti ke në dorë ti. Ndryshon me njëherë mënyrën se si ti luan lojën, mos shton më shumë forcë, por ndryshon strategji. Nuk ka lidhje sa shumë punon, po ka lidhje si e luan lojën. Strategjia fiton përpjekjen, struktura kundrejt lodhjes. Shumë pronarë biznese që unë njoh bëjnë çdo gjë në biznesin e tyre dhe vetëm punën e pronarit nuk bëjnë.
Sa veta janë dakord këtu? Hiku Ermali, hiku. Sa veta është Merilda? Bëjnë çdo gjë, yes. Çdo gjë që duhet, Merilda është e saktë kjo? Pronari bëjnë çdo gjë që duhet, vetëm punë pronaris bëjnë. Yes. Yes. Kur jemi njohur me Merildën, bëm analizën, bënte gjithë punën vetëm punë pronarit. Nuk është çudi që biznesi ngjet, sepse kompanisë duhet një lider, duhet një vizionar, një drejtues, jo një punëtor i zellshëm që punon të kokulur gjithë ditën. No, nuk duhet kjo. Okej? Mos harro, në vendin që ndryshon, në momentin që ti ndryshon rolin tënd, nga i zënë me çdo detaj në ndërtues sistemi, biznesi yt kalon nga mbijetesë në një rritje të qëndrueshme. Tani ti mendon, kam këtë ndjesim pas çdo trajnimi, por nuk kam besim tek vetja. Është e vërtet kjo, nuk kam besim tek vetja? Flet bukur ky pa ta bëjmë të biznesin. Nuk kam besim tek vetja. Nuk kam disiplinën, si puna e dobësimit. Kam munduar disa herë, kam provuar edhe më parë, por kam bërë trajnime, kam marrë gjilla, por nuk gjërat nuk ishin siç ishin. Nuk ka ndryshuar asgjë. E ke provuar më parë? Po, se e keni hequr mikrofonin, nuk flas dot. Okej, Meri, shumë bukur, shkruaj. Kjo është situata në cilën ndodhemi. Ecim me lo. Tashi më lër të pyes tani, kur e humbe besimin tek vetja? Kur të thanë bëj këto gjërat edhe nuk arritë të bësh edhe ngjetë sërish në pikën 0? Kujdes po e thua gabim. Konkluzionet që ti ke marrë janë gabim. Pra i ke formuluar gabim. Ti nuk ke humbur besimin tek vetja. Ti ke humbur besimin tek mënyra si po e luan lojën. Dhe këtu tash nuk je ti problemi, por strategjia është problemi, Pra nuk kam më besim tek vetja. E sakta do ishte, shiko, jam lodhur duke ndjekur metoda që nuk funksionojnë. Dhe tani kam nevojë për një mënyrë të re. Dhe kjo është e vërteta. Besimi tek vetja nuk zhduket. Ai thjesht mbytet nga frustrimi. Nuk është mungesë vullneti, është mbi dozë përpjekjesh pa sistem. Lodhesh. Sa më shumë përpjekjesh pa qartësi, aq më shumë i thua vetes, ndoshta nuk jam unë problemi, ndoshta është loja e manipuluar, Pa i luaj lojën pa një manual, pa e personalizuar për biznesin tim. Gjej pak, ti nuk je lojtar i dobët. Thjesht ke pasur trajnerin e duhur për të vënë në shina. Pra ndalo fajsimin e vetes dhe ndalo të luash lojën pa plan, është old school. Duhet të kërkosh, mos kërko më tepër motivim. Na bëjnë një trajnim kështu që na motivojnë çik. No, mos kërko më shumë motivim. Besimi rikthehet vetëm kur veprimi i jep rezultat. Dhe veprimi i jep rezultat kur veprimi është i drejtë. Pra, ky është mësimi numër 2. Nuk e ti problemi është sistemi me të cilën ti po luan lojën, është sistemi vjetror, është sistem old school. Kështu që ndalo së fajsuari vetë. Okej? Ecim? Tani, çfarë mendimi keni për shitcat? Mund ta shkruani pak në chat? Si janë shitcat? Janë njerëz të mirë, janë njerëz këqij, janë njerëz manipulues, Çfarë mendimi keni për shitcat? Mund ta shkruani në chat? Sara, çfarë mendimi ke për shitcat? Njerëz mirë, thot Elziana, të mirë. Po, normal jam shit si vetë. Mirë, çfarë ekziston për shitcat? Është ky mentaliteti që janë manipulator, apo jo? Janë të taherë, dhe kanë biznes. Janë manipulues, të këqij. Pra janë njerëz matrapas, janë ta shesin sapunin për djath. Nuk kështu që nuk është që ti nuk di të qesësh, por ti ke lidhur këtë ndjenjën e turpit, manipulimit, dështimin me shitjen. Edhe ty thua, shiko. Shitës? Po jo, unë se më përshit. Esmeralda thot janë të pafajshëm të shkretët. No. Florida thot, unë jam doktoresh, nuk jam shitës, është të ullon në autoritetin, se në gëgjat doktoret. Pra, shitësa është diçka e keqe. Shumica duan vetëm të qesin, po. E sakt. Bravo, Sara.
ullu, 10. Por duhet të kuptosh klientin dhe atë duhet të shesësh. Okej. Tani çështja është e tillë që 5 gjëra që duhet bësh me një herë. E para është që ti ndalosë të menduari se shitja të ul autoritetin. Unë jam doktoress tash, merrem me shitjen, pa ul autoritetin. Shitja nuk e zvoglon vlerën tënde, përkundrazi e rrit dhe e bën atë më të dukshme. Shitja është mënyra se si ti komunikon qartë kush je, çfarë ofron dhe pse puna jote ka shumë rëndësi. Nëse nuk e tregon vetë vlerën tënde, të tjerët do të shohin thjesht si një operator i mirë, por jo një si profesionist me ndikim. Dhe kjo është padrejtësi ndaj vetes tënde dhe gjithë punës që ti ke bërë. E dyta, hiq dorë nga justifikimi, kam provuar dhe s'funksionon. Kam provuar me boca shitje, po s'funksionon. Nuk është që nuk ke bërë përpjekje, është që ke punuar me sistemin e gabuar. Ndrysho pyetjen nga a jam për shitje në a jam gati të jemi lirë, sepse shitja nuk është manipulim. Kujdes, shitja është që ti të ndihmosh të tjerët. Në qoftë se shkojmë tek Florida. Kemi një smundje. Edhe Florida thotë çiko, bëje këtë gjën, merr këtë ilaçin edhe shërohu. Çfarë do mendosh ti? Sa e keq që kam dhaj ilaç? Jo, të shqyqysim me dhaj ilaçin që të shërohen. Pra, Florida bëri rolin e shitsit, shiti atë ilaçin, por nuk e shiti e keqe, manipuluese, gjakpirëse, por e shiti me të ndihmu. Kjo është vlera vërtet e shitsit. Neve në Close Masterclass e themi shitsi është një doctor frame, është ajo korniza e mjekut, që të jep ilaçin, që të shet ilaçin, kujdes, jo falas, të shet ilaçin që ti ke nevojë në mënyrë që ti të shërosh. Nuk kemi nga këto që me zor, merre shitja. Ecim. Kështu që në këtë lloj forme ne do bëjmë edhe një role play pastaj. Okej? Dhe pesa është se shitja nuk është për ata që duan të manipulojnë. Shitja është për ata që kanë vlera të mëdha dhe nuk pranojnë të lënë të tjerë të vendosin kufit e tyre. Imagjino, Sara përmendi një gjë që ka të bëjë me pjesën e të kuptosh klientin dhe t'ia japësh atë. Po pse duhet kjo, Sara? Pse duhet t'ia japësh këtë? Sara, ne kemi në linjë apo jo? Mund të hapësh mikrofonin? Hajde. Hajde bëjmë çik kështu role play tash. Çik takim. Pse duhet Sara ta bësh këtë Sara Prendi? Kemi Melon sot teknik, s'kemi Marinela. Marinela është nish. Hamo, Sara, mund ta bësh unmute apo jo? Yes? Come on. Okej, mirë. Ecim shpejt sepse dua që të mbarojmë në kohë. Bëre hapi, okej. Nuk më hapet. Po? Provo edhe një herë, Sara? Po? No. Okej, bëjmë merrem më vonë. Atëherë, çështja është e tillë, nuk po flasim për një biznes i cili është one time. E shita unë këtë tash ai nurpafshim. Nëse marrim rastin e Floridës. Florida ka emrin e vet, shet fytyrën e vet. Është emër me mbiemër, Florida Ymeri, doktoresh e famshme në Tiranë. Tani, kur ti ke lidhur brandin tënd, fytyrën tënde, ti nuk e mund ta kategorizosh dot klientin one time, një herë, bam, se nuk po shet çunçakiza. Por ti tenton lifetime value, themi neve në Close Masterclass, që ka të bëjë me atë pjesën jetë gjatësi. Pra ti do ta kesh klientin sa më gjatë. Po si mund ta kesh ti sa më gjatë klientin? Ta ndihmosh atë. Dhe ta shohësh në syrin tënd, mos ta shohësh si one time, por ta shohësh jetë gjatë. Në rastin e Floridës, është mjeke dhe patjetër që ajo nuk do ta shikoj afat gjatë në sensin që t'i japin një ilaç të keq, edhe t'i japin ilaç të keq edhe sa më shumë ilaç të tjerë që ta shohë afat gjatë, por do t'i japin një ilaç të mirë që kur smuret vi prap. Një Sara shet për shembull, çfarë shet ti Sara? Shkoj çik në kompjuter, çfarë shet? Detox për shembull. Okej. Na më jep një produkt tjetër. Le të themi krem. Krem? Le të themi krem. Le të themi që kemi 2 lloje kremësh, okay? Kremi A, kremi B. Tani, nëse se Sara thot, okay, Angje thot shampo, talim te kremi. Tani, nëse Sara thot, unë do krijoj klientin që çfarë kremi i bën punë, kremi A apo kremi B.
kjo nuk është nga këto paqe në botë. Hey, shiko se unë nuk dua t'ja hedh klientit. No! Sara është e zgjuar dhe thotë, në qoftë se unë jap kremin e duhur klientit, ai do vit ma blej prap. Do vit ma blej prap. Dhe në këtë lloj forme neve krijojmë atë që quhet lifetime value, që unë e shikoj klientin afatgjat, nuk e shikoj klientin sot për sot. Mere, maroj tash. No, sa më shumë tri unë me klientin, aq më shumë e ndihmoj që ti përmirësohet jeta, të ndryshoj jeta, dhe aq më të lehtë kam që të mos rrit gjymoj klient, por krijoj atë databazën time edhe atë punën time. Kështu që në këtë lloj forme, shitcat nuk janë njerëz të cilët janë të këqij në aspektin bam, me herë, por nuk ngrihet bravo, nuk ngrihet me klient kalimtar, po ti do databazë, do klient të përhershëm. Do një databazë tënde që ti ta kesh dhe ta zgjerosh. Dhe kur flasim për klient lifetime value, flasim që në fillim kur ti e projekton takimin me klient, shitjen, gjërat e projekton për gjithë jetën, sepse është fytyra e Sarës. Është fytyra e emër mbi emër, Sara Prendi. Nuk është se nga këto dyqanet online kështu që t'ja hedh klientit ton, ai bën blerje në internet, pagun lekët, edhe i shkoni palë këpucë prishme aty, edhe hajt mo, edhe e mbyll atë faqen. No, sepse kemi të bëjmë me emër me mbi emër, me fytyrën e shitsit. Pra këtu tani shitsi është bërë si personal brand. Është bërë shitsi në rolin e atij personi që është afatgjat. Pse? Sepse unë kam vite që ndërtoj këtë emër, kam vite që ndërtoj këto ndjekësa ose këtë lloj bashkëpunimi, këtë lloj audiencë, dhe normalisht unë s'mund të rrezikoj të shes gjëra të këqija, të gabuara, jo për bamirësi, po për model biznesi. Okej? Mirë, sa nga juve ju pëlqeu deri tani trajnimi, mund të veni njësh nëse ju pëlqeu shumë, dysh, mirë. Great. Sa nga juve dëshirojnë, great, amazing, më pëlqen. Dysh sot e ke Leida. Nice, mirë, çka? Dysh duam më shumë. Yes, shpresa. Duke qenë se unë kam kaluar limitet, tani për shpresën dhe për Ekeletën, unë do bëj një role play. Lutem, mund të sosh një role play? Po. Na bën një kështu prezantim? Unë jam Florida, si që më prezentoj Ermali, falem njëri. Unë jam mjekë anatomopatologe. Për ata që nuk e kuptojnë, unë punoj me biopsit. Të me thënë, ekzaminoj çdo preparat që hiqet nga organizmi njeriut. Tani, do të bëjmë një role play bashkë. Qa shet ti? Shet këtë analizat? Ke një klinik tënde? Qa ke? Unë punoj në një klinik që jemi drejtues teknik me dikë tjetër dhe ajo që bëjmë ndihmojnë pjesën tjetër të mjekëve që të marrin përgjigjen e saktë për çfarë do bëj pacienti në vazhdim. Do me thënë, unë shes medikamentin, nuk dua të futem edhe te kimiopreparatet, se nuk janë gjë për të përmendur. Por pas të analizës, shitja është medikamenti. Shitja është medikamenti. Tani, ti ke bërë më përpara kështu trajnime biznesi? Po, kam bërë. Role play, ka ndosë bësh një role play? Po, kam bërë. Sepse unë kam në departament shitje. Oh, nice. Atëherë, dëshiron që të bëjmë bashkë një role play? Absolutisht po. Okej. Mjep instruksionet. Unë jam klienti, ti je shitësi. Qa do më shesësh? Unë do të shes një produkt kozmetik. Kozmetik. Okej. Kujdes se ke shumë konkurrent këtu, se ke nga snipi, të gritë. Se nuk doja të kaloj atë ilachet, sepse nuk është produkt që ilachet për shkruat e do merret të zvone. Okej. Përpara se të filloj, mund t'japim një duar trokitje Floridës, se ka shumë emocion, ka shumë emocion, është folur në publik. Okej, great. Mirë atëherë, Florida, përshëndetje, si jeni mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Unë erdha te klinika jote sepse pasha atë reklamën tënde, edhe më duk interesant kjo puna kremit. Si funksionon, çfarë çmimi ka?
Atëherë ky është prodhimi i fundit që ka ardhur në treg. Mes shumë konkurrentëve të tjerë ne kemi zgjedhur këtë formulë, e cila ka disa veti, të cilat edhe në sezonin në të cilin ne jemi futur, që është që fillon koha e ftohtë, e mban lëkurën të butë, duke mos lejuar që ajo të thahet. Sa kushton? Pyetje që klienti s'duhet ta bëj pyetjen. X kushton. Fali sekonda zi. S'duhet ta bëj klienti? Jo, klienti duhet ta bëj, po ne jemi ata që nuk japim asnjëherë përgjigje sa kushton. Yes. Tash unë jam klienti. Sa kushton? Si e trajton ti këtë? Pyetjen. Okej, u bllokove besoj. Këtë. Okej. Okej. Duket që nuk ke bërë një trajnim shitje, nuk di se si të orientosh klientin dhe si ta besosh. Bëjmë një ndryshim rolesh të çesun ty? Po do më shesësh. Atëherë, kam kremin ABC. Fantastik. Për lëkurë të dehidratuar, ky e hidraton, e bën të mirë. Edhe ti ke parë reklam timen edhe jemi në Zoom bashkë. Okej? Përshëndetje Florida. Përshëndetje. Kënaqësi që po diskutojmë, që jemi në takim bashkë. Unë jam Eri Business Coach, jam nga kompania ABC, edhe pash që ke aplikuar për një takim. Është vërtet? Po, është vërtet. Më bëri përshtypje reklama që ju kishit bërë dhe isha interesuar. Më lejon të bëj disa pyetje për të parë nëse ky kremi të bën punë ti? Po, patjetër. Kur më thej që të pëlqen kremi, çfarë cilësie të pëlqen? Çfarë veçantie të rhoqi? Fakti që kishte të bënte me lëkurën e dehidratuar, më dha një farë interesi. Kam përdorur shumë linja të fundit dhe kohët e fundit, kam ndruar disa, veprojnë për një farë kohë dhe pastaj unë kthehem përsëri te lëkura e thatë. Ke provuar disa kremra të tjerë dhe nuk të kanë bërë punë? Nga specifika që ju kishit vënë, më tërhoqi me idenë që mbase mund të bëj diçka. Po pse ke zgjedhur këtë markën? Po, pyetje shumë e bukur, faktikisht ne I bëjnë gjithë klientët, pse pikërisht brandi gjerman, pse pikërisht ky brandi huaj ose këto gjërat, po përpara se të përgjigjem, më lejon të futem pak më thellë për të kuptuar më tepër me ty? Po, patjetër. Ti çfarë profesioni ke, çfarë punë bën? Unë jam mjeke. Mjeke. Zakonisht kur flasim për mjekësinë, për zanatin e mjekut, që ka shumë takime dhe ka takimet me shumë njerëz, normalisht ndodhin këto ndryshimet si t'ja them këtë tani, ndodhin këto ndryshimet ambientit, edhe kur takon njerëz për shembull të ndryshëm, lëkura jonë reagon ndryshe. Për shembull kur takon bebet ke ndryshe, kur takon burrat ose pleqët ose kështu, pra flasim për ti, duke qenë se je mjeke, ajo zanati jote është I lidhur ngushtësisht me të tjerët. Edhe neve kemi studiuar shumë mirë këtë me kremin tonë, dhe kemi vënë re që mjekët gjithmonë kanë këto duart kështu plasaritura nga doreza. Është vërtet? Po, është vërtet. Shiko. Pra, kjo është ajo që ne bëjmë sepse I diagnostifikojmë atë punën dhe kemi pasur shumë mjek të tillë, të cilët kanë pasur këtë shqetësim që ti ke dhe kanë arritur në konkluzionin që përfundimisht, domethënë ata nuk mund ta ndryshojnë dot zanatin, por ky kremi mund t'i bëj punë. Pra I ka bërë punë. Kemi doktorin ABC, doktor I famshëm që e përdor kremin tonë. Kemi doktorin tjetër I cili është në Itali që përdor këtë. Kemi këtë doktorin në Gjermani, sepse ky është edhe brand gjerman. Edhe në këtë lloj forme neve mund të themi që pse jo mos mund ta testosh dhe ti.
Sa kohë ka kompania që e ka hedhur në treg këtë produktin dhe sa kohë keni ju që i keni marrë këto të dhëna? Po, pyetje e bukur, sa kohë në që kuptim, do me thënë, ti do të dish a është një brand i besueshëm apo jo? Unë Si dua do të di, a ndodhte është brand koha? dhe unë këtë gjë do ta përdor afatgjatë sepse nuk kam shpëtim, kjo është lëkura ime. Por a do kthehem prapë unë tek ato që kam pas përdorur më përpara? E pra, kjo është çështja, sepse nisur nga histori që të tregova me doktorët që kanë pasur të njëjtin stil jetese, stil pune si tënden, këto kanë diku te 3 vjet që e përdorin. Edhe janë goxha të kënaqur. Tani kur më thë për sa vjet ka kompania këtu në Shqipëri që neve kemi marrë ekskluzivitetin apo si kompani si brandi më? Pas për kompaninë MOM, kompania prodhuese. Po. Kjo është në ndërlidhje botërore, domethënë 20 vjeçare, 30 vjeçare, flasim për brende. Shiko, neve duam më të mirë për konsumatorët shqiptar, sidomos për mjekët shqiptarë dhe nuk mund të testojmë dot në produkte të gamës së tretë apo të katërt. Ishte i periudhë që gjithë kompanitë, qoftë pijet, qoftë veshjet, qoftë ushqimet, merresht ajo gama e fundit, hajt mo, merre lirë. No, shqiptarët kanë goxha kulturë tani në edukim, janë edukuar dhe blejnë shtrenjtë, sepse blejnë gjëra cilësore dhe po flasim për një produkt i cili është i domosdoshëm. Nuk është një produkt që mirë është ta kesh. Kur vjen puna për të shëndeti kanë gjithë. Sa kushton produkti dhe sa kohë zgjat në përdorje? Tani, kur flasim për çmimin, neve kemi disa paketa të ndryshme. Domethënë, paketa e parë është kjo paketa që është ndërthurur vetëm kremi, të cilën kushton 50 euro. Kam edhe paketën tjetër, kam një paketë që është bashkë me shampon, ku shkon në set, përgjithsisht për të konsumin familjar. Edhe kjo shkon në 80 euro bashkë me shampon, edhe është për 3 muaj. Edhe pastaj, nëse ti pastaj do ta marrësh për një sasi më të madhe, patjetër që ty të bie më shtrenjtë si paketë, po më e lirë si çmim. A ka në 1% ulje? Si të duket si çmim? Mirë, po nëse unë marr më shumë, unë përfitoj në një ulje? Po, patjetër që përfiton ulje. Pra, nëse ti blen për një vit këtë paketën, pra paketën 3 mujore, blen 4 si kjo, ke 5% skonto. 5% është shumë pak. E vërtet, shumë pak. Biles neve kemi pas shumë presion nga kompania mëm që ta heqim fare këtë përqindjen, sepse nuk ka kuptim fare 5%. Më mirë i thu klientit që s'ka fare skonto, se sa të thush 5%. Se dhe na ofendohen, na thonë pse më për 5% e bot vetëm, e ne themi jo s'ka fare. Tani kur flasim për cilësinë e jetës, ti tashi kur më fal, Florida se ti edhe mjeke. Shoh që ti ke dhe syze. Kur do të bësh një operacion sysh, si sodi, kur futesh në Google, kërkon doktori më të lirë për operacionin e syve apo doktori që bën punë? Për këto raste nuk negociohet. Klinikën më të mirë, mjekun më të mirë. Atjera më mirë. Pra, kur nuk ke kohë që ti të eksperimentosh me syt, se i thon syt e ballit apo jo. Kështu që kur flasim për gjëra, produkte cilësore, kur flasim për produkte që janë të domosdoshme për jetën, çmimi është një gjë të cilën mund të shkosh edhe ato të 100 që kishe. Okej, boom, end of roleplay. Shite. Tani, çfarë të pëlqeu Florida tek takimi jon? Tek diskutimi jon. Tentativa për të mbushur mendjen. Çfarë pëlqeu? Dua diçka specifike. Nëse ju të tjerët mund të shkruani Specifik? Çfarë ju pëlqeu? Pëlqeu mënyra se si i bëra pyetjet? Po. Gjithmonë në mjekësi, gjithmonë në closing, neve nuk shesim, por bëjmë të tjerët që ta blejnë. Nuk themi ne merre, shkajnë, por i bëjmë të tjerët që ta blejnë. Dhe këtë e bëjmë me shumë elegancë edhe me shumë kamuflim nga brenda në mënyrë që ai të joshët dhe të dojë ta blej vetë.
Në këto masterclass neve organizojmë shumë mirë këtë gjë tek ato roleplay tona. Tjetër, kush foli më shumë? Unë apo ti? Ti fole. Sara, kush foli më shumë? Unë apo Florida? A jemi ti Florida foli? Unë fole? Na shkatrove Po që karrierën. fola unë më shumë. Shqipësi asnjëherë nuk flet, neve tentojmë gjithmonë që të jetë raporti 1-2. Pra, 1 shqipësi, 2 ose 3 klienti. Asnjëherë baraz ose asnjëherë shqipësi më shumë. No. Plus që neve dhe i kualifikojmë klient. Edhe pyetja e tretë e fundit, ku ishte më tepër fokusi? Ishte tek produkti apo tek Florida? Është pyetje për mua kjo? Yes, për ty. Fokusi është tek ai që do blej produktin. Kujdes, tek dialogu që bëm bashkë neve. Ku ishte fokusi? Ishte tek Fokus- ty apo tek produkti? Tek mua ishte. Pa, tek tjetër marrë. që po. Pra, asnjëherë neve nuk fokusohemi te tiparët e produktës. Ky është produkti më i mirë, ky është çuar asnjëherë, t'me. Është jashtë filozofisë tonë. Gjithmonë neve fokusohemi te klienti. Të pyeta çfarë punë bën. Edhe testimoniet që të tregova, ti tregova me doktor, unë kisha dhe bankier testimonials që ma përdorin kremi. Po si thash? Po pse si thash? Se ti do atë sojën tënd. E trillova pjesën e takimit me klientët, me fëmijët, me gjërat për të treguar që unë jam ekspert i fushës edhe i njoh problemet e zanatit tënd. Nëse do më thojë elektricist, unë do ta lidhja me kabujt. Nëse do më thoje rri ulur gjithë ditën para kompjuterit as tjera, do thoje gjë tjetër. Pra, gjithmonë e përshkruaj problemin tënd më mirë se sa ti mund ta përshkruash vetë. Dhe kjo është aftësia e closerit. Nëse ti arrin ta përshkruash problemin e klientit më mirë se sa klienti mund ta përshkruaj, atëherë ti je ti e ke bërë shitjet, ti ke bërë mbyllje. Okej? Great job Florida, great job. Tani unë e di që shumica knaqen edhe ju pëlqejnë trajnimet, edhe është gjë shumë e mirë, edhe është fantastike pjesa e mëson ca gjëra të reja dhe ca gjëra të bukura. Tani vim tek pjesa e asaj që po flasim për të marrë angazhim. Shumica nga juve thonë u sa bukur, mirupafshim, edhe shkojnë kthehen prapë në atë realitetin, në atë rutinën e vjetër, që atë që bën dje. Që ajo që ishte dje ishte 8% nga partije. Dhe kthehen dhe nuk bëjnë asgjë. Unë e kam përshkruar tek ato videot e mia ishullin një ditë. Një ditë do flasjer me Erin se si mund të zgjidh këtë problemin tim. Një ditë do bëj këtë. Një ditë do bëj këtë. Kur flasim për këtë gjë, unë kam bërë një metaforë që quhet ishulli një ditë, janë këto banorët të cilët janë shumë happy, janë shumë të lumtur, janë shumë entuziast për të bërë ndryshim, por veprimi është zero. Keni parasysh të filloj palestrën të hënën. Me datën 1 janar është e marrume. Jeta ime do ndryshoj. Të gjitha këto janë shembuj të asaj që quhet mukajeti ose zvarritja. Pra neve i zvarrisim gjëra. Si natyrë njerëzore duam t'i zvarrisim, edhe i zvarrisim. Mirë, po zvarritja bareti me varfëri. Sa më shumë ti e shtyn, as më shumë ti nuk përmirësohesh. Mënyra më e mirë e mundshme është të marrësh një vendim tani. Dhe vendimi tani është që po unë dua tani të marr një vendim për të ndryshuar jetën time, për të ndryshuar biznesin tim, sepse biznesi zgjidhet me jetën. Sa veta janë gati për të marrë një vendim tani për të ndryshuar jetën, të shkruajnë jam gati, të shkruajnë në chat jam gati. Okej, jam gati. Good. Perfect. Yes. Tani, diferenca ndërmjet angazhimit dhe interesimit është që ti zgjohesh në mëngjes, shef kohën e bukur, happy, edhe thu, yes, sot është dita më e bukur për të fituar para, edhe
që ka kohë e bukur, që ka fantastike, po kthehem nga ana tjetër, po fletë i qik. Qik më vonë mund të zgjohem ke dalë mirë dielli. Kurse pjesa tjetër thot, yes, unë jam tani, siç juve shkruat të tani, jam gati. Tani, unë kam një propozim për një paket bashkëpunimi bashkë, për ata që janë serioze dhe që janë vërtet të interesuar për të çuar veten përpara. Mënyra se si unë punoj është e tillë, siç bëra roleplay me Floridën, është që neve lëmë një takim bashkë, takimi është në Zoom, dhe po nuk e di është momenti. Po Irma, neve mund të lëmë një takim në Zoom ose një telefonat në një orarin tuaj më të mirë të mundshëm. Dhe në momentin që neve unë do të bëj disa pyetje për të parë nëse ka një mundësi bashkëpunimi bashkë tek biznesi yt, nëse unë nuk i di të gjitha. Unë nuk i marr përsipër të gjitha, se po ti di të gjitha, jam i vdek. Mënyra se si unë punoj është e tillë që neve lëmë një takim në telefonat bashkë, zgjat 15 deri në 20 minuta telefonata dhe aty shikojmë nëse kanë një mundësi për të shtuar vlerë njëri tjetrit. Pra, siç u premtova edhe në fillim, janë 31 persona, të cilët ndetën deri në fund, dhe tani është momenti që unë t'ju jap dhuratën që ju më dhash. Ju premtova. Neve do të bëjmë bashkë një telefonat, të cilën neve mund të analizojmë konkretisht për biznesin e Floridës, konkretisht për biznesin e Sarës, konkretisht për si i gjen klientët, ku është problemi, çfarë potencial rritjeje ka, si mund të ndryshosh lojën personalisht ti për biznesin tënd, pra ti diçka konkrete, jo diçka e përgjithshme. Dhe aty neve mund të vendosim nëse ka një mundësi që unë mund të ndihmoj, ose mundet të mos të ju t'ja dilni vetë. Të deri shiko, nuk është, ja dal vetë. Sa nga ju janë gati që të bëjnë një telefonat me mua, të shkruajnë po jam gati. Ja, Merilda, hej, lexoj çik Merildën. Kjo ishte telefonata që ndryshoi gjithsesi diçka në biznesin tim. Thot Merilda, gjithçka ndryshoi. Faleminderit Merilda që e minjose. Po jam gati. Great. Atëherë, Melo, mund të shkruash pak numrin e telefonit? Ky numri i telefonit që neve po shkruajmë këtu, neve na duhet vetëm do shkruajmë në WhatsApp, juve të shkruani në WhatsApp te ky numri i telefonit, edhe të thoni dua takim. Kur flasim për takim, dua telefonat, jo takim fizik. Telefonat, se unë e di që juve jeni shumë të ngarkuar. Plus që dhe modeli biznesit dhe që neve punojmë shumë, do të thënë, gjithë botë. Kështu që kush është nga Gjermania nuk mund vitesh në Shqipëri të më takojë. Por flasim telefonet dhe kryesojmë atë. Takimi është online, jetë në Zoom, jetë në telefon, tutën. Të zyrës, pra të Marinelës, si të ka dhënë, të zyrës. Dhe këtu është numri, takim fizik, po pra, jemi larg. Kryesë për Esmeraldën jam plotësisht dakord që i vjen me qesh. Ç'është kjo takim fizik? Edhe është fakt normal. Dhe mua kur më thon, "Ora, duhet të takona ta them në sy." Edhe unë vjen me qesh dhe them, "Okej, po në sy më ke edhe kështu." Kështu që ai mund ta shkruash pak me numrin. Këtu është numri i telefonit i cili mund t'i japësh në WhatsApp pra, me një klik, lexon aty chat në WhatsApp, edhe shkruaj dua. Atëherë, jo Melo, me prefiks, Melo, kemi dhe nga Gjermania, bëj edhe një herë lutem. Juve të Shqipërisë bëjeni kështu direkte, shkruani në WhatsApp, dua takim. Okej? Është komode? Po, shpesa, shkruaj në WhatsApp, në numrin në WhatsApp në mënyrë që e provoj dikush? A funksionon? E provoj dikush? No? Po nga Italia si bëhet. Po pra. Sara e provoj, nuk më ka ardhur një mesazh, po e shoh këtu online, në kohë reale. Dua të provoj nëse funksionon ose jo. Jo me SMS, me WhatsApp. Me WhatsApp se e kemi më komode me WhatsApp. Hello. Jo, s'ka. Ka një që shkon? Po pra, a është ky numri? Unë u dërgova WhatsApp, jo, s'ka, ka gabim.
Na shmenë këto gabime teknike, ha? Oh my god. Atëre. Më shfaqje dhe biznesi kemi bërë më parë të Sara. Po pra Sara, po nuk po të gjej këtu në WhatsApp. Okej. Atëre. Shkruaj të dhe unë, thot Marigona. Po. Shipi që konfirmoj që erdhën. Erdhën? Okej. Atëre, neve do të sot më njëherë sapo ta mbyllim Zoomin, do t'ju marrim në telefon, edhe do gjejmë një orarin më të mirë tuaj të mundshëm, dhe nesër lëm një telefonat edhe diskutojmë në lidhje me 15 deri 20 minuta, nëse ka një mundësi që neve t'ju ndihmojmë në një suport më të madh. Ashtu siç e tha dhe Merilda, kjo telefonat u bë me Merildën para diku tek 3 muaj përpara, në gusht, në 26 gusht, mos gaboj, dhe u ndryshua biznesi i saj përfundimisht. Dhe nëse ju e doni që t'ju ndryshojë njëta gjë si me Merildën, ju mirëpres në një telefonat me mua dhe neve juve do të merrni falja çdo gjë, nuk ka asgjë për të paguar. Juve do të merrni një kënd vështrim të ri, një perspektivë të re se çfarë mund të bësh ti nesër pas telefonatës me mua. Okej? Deri atëherë, ju mirëpres. Gjithë të mirat, mirupafshim.